Kryesuesja e Kuvendit Antikona Bityqi ka ftuar vazhdimin e seancës së 29 majit me të vetëm pikë shqyrtim dhe miratimi projekt rregullores për varrimin dhe mirëmbajtjen e varrezave në Landovic. Në mbledhje mori pjesë nën kryetari Kujtim Gashi. Lidhur me mbledhjen e sotme, kryesuesi Antikona Bityqi, lidhur dhe me këtë pikë, Petrit Hoxha i tha se nuk i kemi diskutuar rastin e varrezave për fëmijë. Kërkoi që të ketë një parcel për fëmijë. Karanfila Gjillari tha se dorëheqja kuvendarit në po tha se vërejtjet tona nuk janë dëshira, por janë kërkesa. Lidhur me pikën e sotme të rendit të ditës, tha se nuk jemi kundër hapësirave të reja të varrezave, por jemi kundër procedurave të varrimeve. Ndryshon, do thot, procedura e varrimit tek fëmijët me të rriturit. Dorëheqja si akt moral e kolegut Shukri Çuni me të vërtet mu si shefi grupit më lap pa fjalë. Premtimin e nënkryetarit ku doli që në këtë rregullore do të inkorporohen edhe kërkesa tjera si nga Bashkia Islame, po ashtu edhe nga neve kuvendarët. E lexova me vëmendje rregulloren e përmirësuar, po e quajnë thojza të përmirësuar, sepse aty prap nuk sipas meje nuk ishte ndryshuar asgjë përveç se periudhës së informimit për varrim dhe disa anekseve të vogla. Por substancialisht kjo rregullore mbetet e njëjta të cilët neve kishim kundërshtimet tona. Pas kësaj nënkryetari Gashi tha se këtu ka një keqkuptim lidhur me shpenzimet për varrime imbolon komuna e Prizrenit. Aziz Hoda i tha se nuk e kam lexuar rregulloren. Nuk është mirë që çështja e varrimeve të jetë këtu, por duhet të jemi të ndjeshëm, pse duhet të aplikojmë. Nënkryetari Gashi me këtë rast tha nuk aplikohet për kryen shërbimet. Nuk kam rreth rregullores me shtu shumë, veç për me qartësu pak se Karanfili ose me qëllim po e ban ose nuk e ka kuptu rregulloren. Janë, domethënë, se di inshallah nuk e ka kuptu. Domethënë kisha më qenë më i kënaqur se sa me bë me qëllim edhe me tentu këtu me bën një ndarje mes qytetarëve edhe fshatarëve në rastin e varrimit. E para besoj që lexu pikën 5.5 edhe e dyta e ke lexu pikën 10.3. Nëse këto dyja si ke kuptu, do të një jurist me t'i sqaru pak më mirë, për ndryshe pagesën e kom thënë atë ditë, po e tham sot, po e ri përsëris, edhe e ki në dokument mbolimin e shpenzimeve për varrim në qytet dhe në fshatra e mbulon komuna e Prizrenit. Ashtu siç ka qenë deri sot. Tjetërsen nuk kam shumë të them. Pika 5.5 i nderuar nënkryetar thotë mbështetje financiare në klapa kur aplikohet. Pra, do më thonë, familjarët duhet të aplikojnë për të subvencionuar. Edhe unë ma shumë s'kam që thëmë. E për me kuptu, shumë mire kum të kuptu. Edhe para viteve 2017, se cila familje që ka apliku për subvencionim, i është imbursu dhe është subvencionu, për paret i ka marrë mas një vjetë apo 2 vjetë. Pra, për këthehemi në vitet 2017. Subvencionu qytetarët, por ku mu pagu varreza te operatori. Pika 10.3 thot, për familjet me kushtet vështira ekonomike, presje. Komuna mbulon shpenzimet në bazë të varrimit nga fundet e subvencionimit. Gjithashtu, komuna përmes vendimeve të veçanta rregullon çështjen e mbulimit të shpenzimeve tjera, ngjashëm me praktikat e deri tash. Edhe dimensionet për të gjitha janë përcaktuara, edhe për fëmijë, edhe kuptohet që ato do të kenë dimensione tjera. Për të subvencionu, për të mbështet, për të pagu shpenzimet e varrimit, kur deri tash ka qenë një vendim i qartë. Janë mbulu shpenzimet e varrimit nga komuna e Prizrenit me vlerën që kemi përcaktuar, ka qenë 200 euro deri tash. Pse duhet ma apliku? Nuk aplikohet, por subvencionimi bëhet në praktikën që ka ndodhur deri sot. Po përmarrë dhe aty do të me pas vendime pasuese, se ne po flasim për një dokument tjetër, për një rregullore që rregullon diçka tjetër.
Për këtë pikë foli edhe Levent Bush, Karanfil Haxhillari tha se mund të nënshkruhen kontrata. Sevil Kazaz gjithashtu foli për këtë pikë. Edilmesi yani biraz ağır bir durum oluşacağını düşünüyorum ben. Bununla ilgili bir de artı okuduğumda yani Landovica mezarlığı şehrin yaklaşık 4 kilometre uzaklığında bulunuyor. Bunu da göz önünde bulundurursak ilgili şirket defin taşıma masraflarını ve aile yakınlarından herhangi bir ücret talep etmemesini Nën kryetari Kashi përsëri dha sqarime shtesë për këtë pikë, kurse tha se gjendja e varrezave nuk është në favor të qytetarëve dhe se nevoja për varrezat e reja është një domosdoshmëri. Qemal Krasniqi pyeti kush është koncesionist. Da din më na treguan kush është ai koncesionisti me çfarë kontratën e keni nënshkruar. Edhe sa si përfaqe ka hapësirë ajo pjesë e varrezave. Kontrata 20 vjeçare nuk është 100 vjeçare, varrezat janë planifikuar për 100 vjet. Kontrata është për 20 vjet me mundësi vazhdimi nëse eventualisht i plotson kushtet edhe përmbush kontratën të cilën e ka kaluar në Komitetin Ndërministror për Partneritet Publiko-Privat. U kon procesi gjatë, ka filluar në kohën e Ramadan Mujës, shumë gjatë ka shkuar, ju e dini ai vend njëherë është shpërndësuar edhe është marrë prej AKP-s, pastaj me një vendim gjykatës në kohën e kryetarit Askuka është rikthyr prapë në pronësitë të AKP-s. Tani prapë na kemi nisë procedurën, e kemi rikthyr prapë në pronësitë të komunës, edhe i kemi paguar obligimet që kanë dalë për 10% e punëtorëve të AKP-s, dhe sot prona është pronë e definuar si titullar Komuna e Prizrenit. Pas atyre ka 23 kuventar me 16 vota për, miratohet rendi ditës. Sa jemi 16. 16 për, pra prezent po e konstatoj edhe njerë që jemi 23, 16 për, kundër kush është? 2 kundër, abstenim? 1 abstenim, atëherë me 16 vota për, 2 kundër, 1 abstenim, miratohet kjo pikë e rendit të ditës.